Në kohë të lashta në mbretëri të lindjes jetonte një mbret i quajtur Shahriar. Mbreti trajtohet nga gruaja e tij dhe kjo e bën atë që të humbasi besimin te gratë. Nga dhimbja dhe zemrimi i madh që ai ndjeu, merr një vendim mizor. Çdo natë ai do të martohet me një vajzë të re dhe të nesërmen do ta vrasë atë. Kjo ngjarje e rëndë vazhdoi të kaplonte gjithë mbretërinë e tij, gjithë qytetin, teksa çdo ditë vajzat e reja vriteshin, derisa një ditë Sherezadia, vajza e vezirit të mbretit, i kërkon të atit që të martohet me mbretin, që të gjithë menduan që ajo po e çon veten drejt vdekjes me këmbët e saj. Në e parë Sherezadia fillon t'i tregojë mbretin një histori kaq të bukur sa mbreti nuk donte ta prisë atë pa dëgjuar fundin. Po kur agon dita, Sherezadia mbylli historinë në një moment shumë interesant. Mbreti i marrëgjepsur nga kjo histori i fal jetën asaj për një natë që të dëgjoj fundin e historisë. Pas e mbaroi as të nesërmen. Çdo natë tregonte histori me dashuri, me tregtar, me gjigant, histori marrëgjepsese nga botë të largëta. E në mëngjes historia mbeste pezull. E kështu kaluan 1001 net. Gjatë këtyre netëve mbreti ndryshoi. Ai u kthye në një burrë që di të doj, të besoj, të dashuroj. E kur historitë mbaruan, tani më ai nuk mund ta dëmtonte më Sherezaden, sepse tashmë ishte dashuruar me të. 1001 net është një libër me përmbledhje lindore, e mbi gjitha është historia e fuqisë së rrëfimit, historia e mençurisë femërore dhe shpëtimit që vjen përmes fjalëve.